Se kur je me Zotin, kur beson Zot, nuk i ankth, me Zotin s'ka ankth, s'ki shqetësim, s'ki depresion, edhe 100% jam shëru prej kësaj. Por kjo ka akon kryesorja që unë kum kalu. Edhe 2 vite ma vonë, edhe unë bulova, edhe kaloj gjithçka. Do me thonë, pas faljes së namazit, me njerë e ke ndjetë ndryshimin shpirtëror tek vetja. Shumë. Sa rol ka besimi në shërimin tënd? Ka rol të madh shumë, edhe 100% jam shëru prej kësaj. Se kur je me Zotin, kur beson Zot, nuk i ankth, me Zotin s'ka ankth, s'ki shqetësim, s'ki depresion, edhe më kalun. Po, unë ma herët s'kom ditë me menaxhu. Po, tash kur kthehesh në atë fazën e errët që e ke përjetu, a mendon që të njëjtin do ta kishe kalu edhe në rast se nuk e kishe fillu me besu tamam në Zot? Nuk besoj. Vetëm me seanca psikologjike nuk beson që do ta kishe kalu? Nuk po them që me seanca psikologjike nuk e kisha kalu, por kjo ka akon kryesorja që unë kum kalu. Besimi në Zot, ka jap fuqi, je mbështet aty, sigurisht që të ka ndihmu. Gjithçka lash në dorë të Zotit, edhe bani mrekulli. Mirë shumë. E cika edhe në hyrje që e keni bo, do me thonë, krejt të rrëfimin tënd personal, e keni kthy në të shkruar, në një libër që e keni shkruajtur vetë, gjithë rrëfimin e jetës tuaj. Se vendose me e qitë në letër, krejt historinë të ande? Unë e kam shkruajt gjithë, unë e qyshe vogël kam shkruajt. Kam shkruajt poezi, tregime, jem konë në zonë se e dallume për esej, për poezi, për kështë edhe kam pos prirje prej vëzhlis me shkru. Unë e këtë libër kam fillu në fakt me shkru shumë heret. Krejt ato që ka i ndjesha e kam shkru, mirë, keq, nëse një dit jam di mirë e kam shkru mirë, nëse një dit keq, jam di keq. Vazhdimisht kam shkru, po këtu që ka konë libër nuk është qereku e soj që unë e kum kalu. Jam mundu me pak me pika kryesore, por jo.